Edhe kjo është prej bukurive të kësaj feje, edhe kjo mrekulli që ekziston vetëm te ky ummet, askush tjetër nuk e ka, domethënë çështja e zinxhirit transmetimit, sened. Prandaj kanë thënë dietarët e selefit se senedi mësimi i kësaj, domethënë mësimi i zinxhirit. Ka tregon për shembull Imam Buhari se më ka thënë filani ose kam dëgjuar filanin, pra këtë dietar duke thënë se e ka dëgjuar atë dietar duke thënë, domethënë duke arritur kështu deri te sahabiu. Edhe sahabiu tregon për fjalën që e ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo siç dihet quhet sened ose zinxhiri i transmetimit ose isnad. Edhe kanë thënë el isnadu min ad-din. Do të thënë ky senedi ose isnadi ose zinxhiri, pra është pjesë e fesë. Dhe sigurisht ishte zinxhiri i transmetimit, do të kishte folur në fe kush kishte dashur, çka kishte dashur. Do të thënë do të kishin thënë, pra secili i kujtohet një fjalë dhe thotë, pra kështu duhet jetë në Islam, ose kështu është rregulli, ose kështu duhet të falemi, ose kështu duhet të bëjmë dhikr, ose rregullat e halalit dhe haramit e kështu me radhë. Mirë po, pra dietarët i kapin me këto zinxhir, domethënë të fuqishëm. Edhe thonë, nga ku e ke marrë, domethënë, pra secili prej dietarëve, derisa janë shkruar edhe janë verifikuar dhe janë fortifikuar, domethënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si edhe Kurani më përpara, domethënë në mënyrë të qartë, që nuk ka mundësi dikush të thotë të fusë në fe diçka që nuk është prej saj. Domethënë çdo gjë është e shoshitur edhe e pastruar, domethënë në mënyrën e përsosur. Edhe për këtë duhet gjithmonë ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Domethënë ne sot në mas gjitha këtyre shekujve mësojmë fenë Allahut dhe kryejmë adhurimin sikur të jemi duke e parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me siguri të plotë, si ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu i lartësuar.